Një konflikt për shkak të punës ka bërë që dy punonjës të policisë bashkiake të konfliktohen në ambientet e brendshme të institucionit. MCN mëson se Eugen Saliasi ka goditur e plorin e tij Alfred Xhoxhaj dhe ky i fundit pasi ka bërë kallëzimi në komisariatin numër 3, specialistët e krimeve kanë bërë të mundur arrestimin e 34 vjeçarit. Ishte pikërisht kallëzimi që e prori Alfred Xhoxhaj ka bërë në komisariatin numër 3 ndaj 34 vjeçarit dhe pas këtij momenti, specialistët e krimeve bën edhe arrestimin e policit bashkiak. Burime nga policia thanë për MCN se zanafilla e konfliktit ka nisur për çështje pune. Siç bëjnë me dije burimet, Xhoxhaj, i cili ishte oficer pranë sektorit të qarkullimit, ka urdhëruar përmes grupit të punës në WhatsApp Eugen Saliasin të planizohej në një nga rrugët e kryeqytetit. Por ky urdhër nuk është pritur mirë nga 34 vjeçari, i cili ka pretenduar që e prori duhej ta njoftonte privatisht dhe jo në komunikimin në grup. Kaq ka mjaftuar që Eugen Saliasi mos i bindet urdhrit të e prorit dhe të shkonte në zyrën e tij dhe ta godiste shefin. Mbi policin bashkiak rëndon akuza e goditjes për shkak të detyrës.